Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Living. Javën e kaluar folëm për dasmat e me që nuset I përcollëm, lind pyetja a din gatuajnë këto nuset tona? Nëse jo, kam menduar një puntat posaçërisht për ne që s'dim gatuajmë. Do ja nisim nga Aja, me shef Bruno në kuzhinë do mësojmë se si mund gatuajmë diçka të thjeshtë, të shijshme, po njëkohësisht edhe të shëndetshme. Unë juftoj që të ndiqni drejt kuzhinës, atje do updatehemi e do I bëjmë sy të katër për të mësuar diçka të re. Mirë se erdhe ju në Living, e mirë se ju gjetëm kuzhinën tuaj. Unë anonçova pak më përpara që tema e ditës do jetë me që nuset I përcollëm, nuk dim nëse din gatuajnë këto nuset tona. E them nuset me shaka sepse ka shumë njerëz që s'din gatuajnë, duke përfshirë edhe veten këtu. Dhe do doja të dija se ç'mund të jetë diçka komode në gatuar, që është e thjeshtë, pra aja e gatimit, që sot për shembull kemi një tryezë të mirë shtruar, të shijshme, të shëndetshme njëkohësisht. Okej, I përshëndesim nuset, edhe shpresoj që t'i pëlqejnë receta që do zgjellim për to. Do t'jetë një recetë e thjeshtë me bazë filet pulet, me një salcë këpurdhash. Edhe kaq, janë ingredienta të thjeshtë që mund të gjahen krejt lehtë. Atëherë unë mendoj që pse jo të vendos edhe unë një përparse, edhe është hera e dytë madje që pikërisht në kuzhinën tuaj e vendos. Ndihmon dot? Po. E pame. Fiks. Po. Atëherë do të bëj çik lamsh? Ja, s'ka problem. Jena përgatit. Atëherë me se do ja nisim. Këtu kena një racion filet pulet që është 200 gram. Bëhet fjalë gjithmonë për një person. Do e presim, do e riskojmë 4 riska. Kjo është në varësi të dëshirës gjithë secilit. Atëherë 4 feta në këtë pozicion 4 feta apo në shumë? pozicion tërthor. I rrahi pak në rastin e mishit. Në mënyrë që të ketë të njëjtën trashësi. Edhe të jetë e njëjta kohë e gatimit për 8/4. Po, se trashësia lot rol në koha gatimit. Lumë familjar çdo hanë sonte. Lezim zjarri me xefel tjerë, hedhim pak vaj për me fillu skuqjen e filetit pulës edhe të salcës të purdhave. E më pas? Më pas, presim sa të arrin temperaturën e duhur. Ngrohet vaj. Ngrohet vaj, që të hallim edhe filetin e pulës.
çfarë ndodh pastaj? Pasi ngrohet voji mirë, edhe copat që preme, filetës puls, Gjitha një herësh. gjitha një herësh, ose tek e tek, sepse s'munda mi ka të tana për herit. E krahi tjetër i filterës, shtojmë këpurdha. Edhe i lajmë të skuqe. Pse po i skuq. sjellim? Për vi kontrollu, a ka arrit skuqin apo jo? E si kuptohet kjo? Kuptohet tek ngjyrat që merr. Nëse merr ngjyrë të artë, atëherë është okay, edhe është bërë për mu këty. Kuptoj. Kur të arrin ngjyrën e duhur, që e kupton edhe syni që është ngjyra perfekte, e bukur, atëherë kthehet. Ndërkohë unë vazhdoj të përzjej? Bëj edhe një gjysmë të alhudrit, që do ta shtojmë pastaj. Ndërkohë ta përzjej unë këta? Po, përzi këpurdha. Po që qënë ka qef? Edhe pak Edhe pak më fort? Mo me forcë. Më fort, po. A kam shpresa në gatuar? Të shpresa. Po? Tash, i këtëm filetet e puls. Aha. Unë apo ju? Po, dy po i kthej unë, dy kthej ti. Nuk kam shpresa. Fute tek... Bravo. Fute pak me fort. Bravo. Sjellë. Edhe tjetër poshtë, mos i ke problem, se nuk i kthejnë thojt puls. Po. U bë. Arrim edhe skuqin krahun tjetër. Po. Ndërkohë i përzijem këpurdha. Pastaj do shtojmë pudrën. Pak miell, që të skuqet bashkë me këpurdha. Po. E pastaj do i shujmë me pak buljon mishit, që është brodo, që nxjerret nga zirja e mishit edhe perimeve. Ose në kusht të shfjet, që ose nuk gjindet, atëherë i shtojmë pak ujë. Të vogël gjithmonë. Kam dëgjuar që përdoret edhe vera e bardhë. Po, Po. do i shujmë me ven bardh, pasi ti hellim mielin edhe hudrën. Pastaj do i shtojmë Do e shojmë edhe atë proces. Po, po. Dakor. S'po ngutem. Shumjeni me ven bardh. Presim sa ta vullojnë vena, pastaj shtojmë brodën. Shtojmë edhe erëzat, pardanozën, hyrkën, biberin. Pastaj lajmë o zi. Ndërkohë, me që ju po thoni pastaj, unë them që tash ka ardhur koha që të shohim një insert, sepse ushqimet kanë goxhan ndikim në shëndetin ton. Edhe unë mendoj se është interesante të shohim se si disa ushqime përmirësojnë kujtesën tonë. Se edhe për ta mbajtur në procesin e kësaj që ne sapo anoncuam, duhet kujtesë. Kështu që ndjekim insertin e rikthehemi sërish së bashku për të parë proceset në vijim. Si të përmirësojmë kujtesën? Ushqimet luajnë rol të rëndësishëm në shëndetin e trurit. Ata e përmirësojnë ose e përkeqësojnë atë. Stili jetesë, stresi, nikotina luajnë rol në degenerimin e qelizave të trurit. Nëse një njeri ka një dietë pasur me proteina, vitamina, e ndihmon trurin të funksionojë më mirë. Ja disa tipe ushqimesh që ndihmojnë. Boronicat janë një nga bimët më të pasura me antioksidant. Molla është e provuar se mbron trurin nga Alzheimer. Perimet e gjelbërta si brokoli, spinaçi përmbajnë vitamina esenciale të cilat luftojnë substancat toksike në tru. Veza është e pasur me vitaminën E, omega 3, vitamina B. Kjo e fundit ndihmon në zhvillimin e qelizave të trurit. Karrotat, duke qenë të pasura me vitaminën B e C, ndihmojnë në reduktimin e plakjes. Peshku, duke qenë se përmban nivele të larta të omega 3, të cilat ndihmojnë në luftimin e kolesterolit, gjithashtu në përmirësimin e funksionit kognitiv. Gjithashtu ushqimet të cilat ndihmojnë trurin duhet shoqërohen me ushtrimet të trurit, ose mësimi një gjuhë të huaj për shembull.
Rikthehemi sërish së bashku për të vijuar me procesin ton. Po dhe mërdanozin. Për shije kryesisht. Lot edhe pjesën e dekorit. Do e shojmë edhe në pjatë pastaj pjesën e dekorit, po? Shtojmë biberin. Kripen. Kryesisht çfarë ingredientesh përdorni për të dekoruar pjatat, sepse njerëzit sikur ju shën Kryesisht përdoren gjethet e bimëve aromatike, siç është baziliku, sedano, rozmarina, mardanozi. kuptoj. Sepse njerëzit sikur po i shijojnë pjata më tepër kur është më e bukur, po. Përdoren edhe dekore me fruta, me pomodorinit e vegjël. Frutat nuk e prishin shijen në pjatë, apo? Po varet gjithmonë te pjata. Nëse është me fruta detit, i shkan edhe portokalli, limoni. Ndërkohë po presim që? Po presim që të zihen, të arrihet zimja. Të bëhen filetet edhe në zemër, jo vetëm sipërfaqja. Si e kuptojmë këto, fillojnë e zbuten apo përveç ndryshimit të ngjyrës? Është edhe koha, Është koha. është koha që duhet me kuptu domethënë një trashësi filetit pulse llogaritet që për 5 minuta është koha e zimjes, varet edhe te flaka gjithmonë, e zjarrit. Millan mundësi muzi. Shtojmë edhe flakën, Dhe për sa kohë? që ta kryejmë procesin më shpejt. Rreth 5 minuta, 7 minuta. Rreth 5-7 minuta. Varet gjithmonë te flaka. Te flaka. Ndërkohë ne nuk duhet ta trazojmë fare apo thjesht presim? Jo, presim, i japim kohë, sjallim herë një krah, herë një krah tjetër, 2 minuta një krah, 2 minuta një krah tjetër. Që me një trajtësmëri gatimi. Kuptoj. I shtuam sërish lëm? Po, shtuam sërish. Ka nevojë edhe për rreth 1 minutë, 2 minuta. Që më arrit zimja. Pastaj është momenti për me kërku për kryp, është në rregull. E kush do e bëj këtë punit, ju apo? Tham që më mirë ta bësh ti. Jo se do ta kuptoj ndoshta, po. Gjithsesi do të lëvdroj. Diçka komode. Edhe pse nuk është arrit rezultati final akoma, sepse kemi shtu dhe pane, por gjithmonë duhet me kërku për me pa ku është vëshie, a ka nevojë për kryp, për biber, e për aroma tjera, po. A ka për të? Ja. Unë mendoj se është perfekt, edhe jam pak nazelie në ushqim, kështu që Okej. Atëherë nuk bëj shtoj më gjë. jo. Atëherë presim. Presim që atë trashet salca. Pastaj do shtojmë panen në fund kret. Panën do e shtojmë në të tigan apo duhet Po. përdorim diçka tjetër? Te këtë tigan. Pastaj do t'i përzim bashkë. Do ta shohim edhe atë proces. Ta vendosi kuktën? Po. Shi është momenti që shtojmë panën. Po. T'ja kujtojmë dhe njëherë njerëzve me mas, sa panë shtuam? Shtuam 100 ml pana. Mund shtuat edhe më pak, sipas preferencave. Kujdes me panën, sepse Kujdes me panën, sepse po shton peshk goxha. Pastaj kishim 200 gram fileto pulet, 100 gram këpurdha, pak mardanoz, qerek tubet, gjys tubet, gjys talbit hudër, kryp biber, e fikum gjithmonë mos në lanë panën me zi shumë, vetëm sa bëhet kremi. Po. Edhe më shumë se jemi gati. Edhe jemi gati, të shpillojmë dekoracionin pjatë, ose shtrimin pjatë, sepse kjo është vetë pjatë e dekorume. I vendosim lustrën.
Ju thash kemi kujdes me sasinë e panë sepse ka edhe efektet anësore, siç mund të jetë shtimi në peshë, ndaj unë do anoncoj një insert ku flet për ushqimet e shëndetshme, që nuk duhet mungojnë kurrëse në pjatat tona. Ndiqni insertin. Ushqimet e shëndetshme për trupin. Harrojini çokoladat apo pijet energjike. Ushqimet e shëndetshme dhe bio mund të rrisin energjinë e trupit tuaj pa ju shëndoshur. Perimet, agrumet, zarzavatet janë disa prej ushqimeve që shtojnë energjinë duke ruajtur linjat. Arroret janë ndër ushqimet më të pasura me proteina dhe rrisin energjinë trupore pa rritur peshën e trupit tuaj. Kosi frutave ose kosi natyral kanë vlera të larta ushqimore, e bën mirë lëkurës, sidomos kosi natyror. Salmoni është një ndër ushqimet më të shëndetshme, i cili ul kolesterolin e lufton sëmundjen e zemrës. Gjithashtu jep shumë energji. Kërpurdhat, një racion me kërpurdha ju ofron gjysmën e sasisë së hekurit që nevojitet trupit tuaj. Përpiquni të mos ju ndani tavolinës. Spinaçi është i pasur me hekur, magnez e kalcium. Mund ta gatuani të zjerë apo edhe sallatë. Kunguj e fara lulediellit janë të pasura me magnez, ndihmojnë forcimin e kockave dhe në relaksimin e muskujve. Patatet përmbajnë hekur, karbohidrate, proteina të shumta, vitaminë C dhe D. Kot nuk quhen edhe buke dhe gjell nga populli. Uji duket shumë e konsumuar shpreha pa ujë s'ka jetë, por në fakt ai transporton oksigjenin qeliza si dhe ujlodhjen. Dikur vezët konsideroheshin tepërta nëse konsumoheshin më shumë se një ditë, por gjërat kanë ndryshuar. Sa më shumë vezë hani, aq më shumë proteina e vitamina do merrni. Flasim për ushqime më të shëndetshme, aty kemi dhe qershit. Qershit mburren me një listë gjatë fuqive shëruese. Qershit janë pasura me substancë që ndihmojnë kundër inflamacionit dhe kancerit. Qershit përveç tjerash kanë dhe përbërës antiviral e antibakterial. Pjata u zgjodhe zezë për të thyer ndoshta ngjyrën e pantës apo ishte thjesht një zgjedhje që kontrëdoj kështu? Jo, kjo është shumë e saktë që thedi. Ishte për me kriju kontrastin, përderisa salca është e bardhë, që me luajt rol edhe në dekorin e pjatës, sepse është një pjatë që nuk mund ta dekorosh shumë, sepse ka pana, ka kërpurdha, ka edhe mardanozi. Shtojmë salcën sipër. Çdo copë fileti. Kështu shef Bruno duket shumë e shishme, besoj se jo vetëm ndukje. Nuk do e provojmë si të kamerave, jo? Jo. Se pastaj na duhet edhe me pagu ndoshta. Jo, unë them se thjesht kështu do i shtohet apetiti edhe shikuesve dhe do bëjmë dëm. Megjithatë ne nuk do ikim pa e provuar, unë do të them të lumshin duart e faleminderit për kohën që na kushtuar. Faleminderit edhe për jush. Një përshëndetje për ta anëvisët e shtëpisë, që janë kuzhinierët më të mira i vend, që gatojnë për ditë e për natë e nuk lodhen. Dhe kjo është një recetë e thjeshtë, shpresoj që ta realizojnë në shtëpi, kush nuk e ka realizu. Edhe nuk den punë shumë. Edhe shumë e shishme. Besoj se do shihemi së shpejti, sepse kuzhina unë e konsideroj si art, dhe realisht është art, edhe ne duam që të bëhemi çik artista në këtë fushë, pa dashur që të vjedhim profesionin. Jo se mua nuk më duroj që ta provoja, po doja të vija pak në provë edhe shërbimin, pse jo, edhe të tregoja se me se mund shërbehet për shembull skalopi, me se mund ta shoqërojmë si në rastin e një gote verë, apo jo. Faleminderit. Jam e bindur që
Momenti që vjen pjata në tavolinë është dhe momenti kur fotografohet, sepse njerëzit të nxitur nga dekorimi i pjatave po bën edhe gara diku nëpër rrjetet sociale për pjatën ndoshta më mirë dekoruar. Po unë nuk do e bëj këtë herë sepse është mjaftueshëm e shijshme sa ta shijoj unë personalisht. Ndërkohë që ju po shtroni besoj darkat në shtëpiat e juaja, e unë po kënaqem duke shijuar një gatim që holla pak dashuri edhe unë nga vetja ime, ju thoj që të ndjekim publicitet. Sugjeruam diçka praktike, thjesht për të gatuar, po edhe shumë të shëndetshme, njëkohësisht edhe të shijshme për ju. Tash do sugjerojmë diçka të ëmbël, e cila do të ëmbëlsoj besoj mëngjeset tona. Ne shpesh drejtohemi drejt restorantave apo lokaleve thjesht për të konsumuar një briosh mëngjes, i cili është i këshillueshëm nga gjithë mjek, sepse është mirë që ta nisim mëngjesin me gjëra të ëmbla. Po ne pse jo mund ta gatuajmë edhe vetë në shtëpi? Dhe për gjitha ju amvisa që na ndiqni, keni mundësi të shihni sot se si mund gatuhet një briosh. Ëmbëlsisht do t'i nisni fëmijët në shkollë, ëmbëlsisht do ta nisni ditën e punës. Ftoj që të na ndiqni. Përshëndetje zoja Linda. Jemi në ambientet e Kolosseut tek ju për të parë se si gatuhet një briosh. E thash edhe pak më përpara që është shumë i këshillueshëm nga gjithë mjekët që mëngjesit nis me diçka të ëmbël. Brioshi sikur edhe të mban, po njëkohësisht ka edhe ëmbëlsirë brenda. Po, patjetër, njës duhesh më mirë se gjithçka një briosh. Shoh që këtu kemi ingredientët për publikun, tregojmë pak ato vetë dhe masat që duhen përdorë. Këtu marrim midhin, është miell vetëm për briosha. Është posaçarisht për këtë. Dhe hedhim në brumatriqe. Po. Kina Sa gram 500 gram miell. Krosanti nuk është të thënë që mund të dalin gjithmonë aq sop sa qet një gjys kilimi, mund dalin edhe më shumë edhe më pak, nuk është e thënë. Atëherë, pas brumatriqes, çfarë hedhim? Tash hedhim majan. Sa gram maja? Maja 50 gram, në këtë rast është 25 gram. Ma pas hedhim ujin. Uji është 225 gram. Ne izim brumatriqen derisa brumi të xehet. Kur të xehet, do ta lajmë me pushu i gjysoret, 30 minuta. Atëherë, në mungesë brumatriqes, mund nxjehet edhe me dorë. Edhe me dorë. Mund nxehet edhe me dorë. Nërsa mu hap, du të hapet në sfoliatriqe. Është e nevojshme. Është e nevojshme. Për sa minuta mund ta kemi gati brumin? Tesh nuk ka minuta të caktume, sa ta xojnë kjo.
Në këtë moment, brumin e shohim, nëse brumi është bë si elastik, është i gatshëm për ta kalu. Me la me pushu 20 minuta. Pra në momentin kur brumi është elastik, jemi gati. Jena gati. E njeshim pak me dorë dhe e lajmë për të pushu. Kur të pushojnë, për qafë se kur pregatisim margarinën, hapim margarinën, sa pushon brumi. Margarinën e hapme, e bëme gati dhe presim sa të vi brumi. Pastaj do bëjmë hapjen dhe do kalojmë sfoliatriqe. Jam shumë kurioze ta shoh si funksionon kjo sfoliatriqe, sa që kemi përmend. Shpesh herë ne përdorim qoftë limonin apo sodën e bukës për të pastruar në formë natyrale. Ama këto janë goxha të njohura për ne, po ne do anonshojmë një insert ku do kuptoni se si mund t'i përdorim ushqimet për të pastruar edhe për anashkaluar disi pesticidet edhe mjetet kimike. Ju ftoj që t'i ndjekin. Pastrojmë me produkte natyrore. Në rast se doni të reduktoni disa toksicitete në jetën tuaj, ne do ju tregojmë 5 produkte natyrore të cilat mund të përdoren si pastrues. Kripa ka veti gryse. Të pastrojmë tiganin me krip, mjafton të hedhim një lugë gjellën tigan dhe ta pastrojmë atë me një sfungjer të lagur. Tavat e furrës, pasi janë larguar mbetjet në tavë, hedhim një sasi kripe dhe e lëmë ziejmë për disa minuta. Më vonë e pastrojmë me një sfungjer. Për të pastruar tubacionin e lavamanit, hidhni një filxhan e gjysmë krip në lavaman, shtoni ujë ngrohtë dhe është gati. Uthulla, largon erën e keqe dhe njollat. Pastron pllakat hidrosanitare duke e përdorur me një fursh, mund të largojë njollat pa pastërtitë dhe mykun. Largon erën e keqe të peshkut, mjafton të vendosim një sasi të vogël uthull për të zier në një enë dhe avojt e uthullës janë në gjendje të përthithin aromën. Heq njollat e kafes. Kafeja ka veti që të lër njollan enën ku përdoret, lugën e ekspresit e tjerë. Për t'i larguar këtë shenja, mjafton të hedhësh pak uthull të ngrohtë në enë dhe të pastrosh me një sfungjer. Soda e bukës eliminon njollat e kafes. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe 2 lugë ujë e hidheni në enën me njolla. Lërini një natë derisa soda e bukës veprojë, pastaj pastrojeni me një sfungjer. Përdoret si zbardhues për rrobën. Shtoni një filxhan e gjysmë sodë buke në lavatriçe dhe në këtë mënyrë do keni rroba të bardha pa zbardhues. Limoni eliminon njollat ndryshme në dyer, duke pastruar me pak lëng limoni dhe një copë të lagur. Në rast se vazhdon në duart tuaja era e çepës, hudhërës, mishit, peshkut, hedhni pak lëng limoni në duart tuaja dhe ajo do largojë erën e keqe. Vaj ullirit. Pastron kpucët duke dhënë shkëlqim. Mjafton të hedhni 2 pika vaj ulliri në një copë dhe të pastroni kpucët. Në këtë mënyrë ato do të jenë më me shkëlqim. Jep shkëlqim objekteve zbukuruese metalike duke i pastruar me një copë me pak vaj. Disa këshilla tjera. Për të pastruar dritaren, shtoni disa pika lëng limoni dhe pjesë barabarta ujë e uthull. Përzjeni 2 lugë vaj ulliri me një lugë limoni për të pastruar mobiljet tuaja. Për të pastruar lavamanin, përzini lëng limoni e krip. Për të hequr njollat në qilim, shtoni gjysmë gotë uthull dhe 2 lugë kripe. Hidhni përzierjen në qilim dhe lërni të veprojë. Për të pastruar bijuteritë, përzini 2 lugë sodë buke dhe gjysmë gotë uthull e pastrojeni me ta. Në këtë moment brumi ka ardhur, edhe e hapim dhe i fusim margarinën. Mund ta hapish edhe me dorë, na si ta kena hap, vejmë margarinën në mes, edhe e bajmë palosjen në këtë mënyrë. Një krah dhe pastaj krahin tjetër. I bashkojmë. I ngjisim që mos na dalin margarina jashtë, e shtypim fort edhe e kalojmë sfoliatriqe. Po në mungesë foliatriqes thama?
munëna me e ballë me mërdan. Po. Në këtë moment, i mezim sfoliatriqen dhe fillojmë hapjen e brumit. Më pare hapim në gjendësi. Duke i dhamë xhirot me radhë. Deri në sa herë apo është Deri sa të shkojnë te 5, se kjo ka numra, po? edhe deri te 5 e holloj, se aq duhet trashësia. Po për ata që po e gatuajnë në shtëpi, pak a shumë si t'i orientojmë. Pak e trash, tash mirë është si me thanë, duhet si me thanë te 5, pa tjetër 5 centim pra, me kenë. 5 centim atëherë. I dhamë xhiron e parë, e palosim tresh, dhe vazhdojmë xhiron e dytë. I japim xhirot Deri tek 5 sërish? po pa tjetër. Të trija xhirot deri te 5 i jepen. E që japim në gjatësi xhirot. Si e kena kryu deri te 5 centimshi, bajmë palosjen edhe një herë. Po, këtë herë deri në sa? Këtë herë treshe bajmë përsëri palosjen. Përsëri 3. Brumin në këtë moment ka ardhur dhe japim xhiron e fundit. Pas kësaj është gati për premja. Pas kësaj është gati për premje. Mezim sfoliatriqen. Më ritmet e 5 centimshi, ku këtu do të realizojmë tash premjen. Është planifikuar për me dalë 14 briosha. Tash po realizojmë premjen. Premjen me se e realizojmë. Premjen e realizojmë me Po. Munges kësaj me thik besoj. Fika nuk e pret krejt mirë. Mira do ishte se zvan. Fillojmë premjen. Premja realizohet në formë trekëndshme me të shoh. Po, pa tjetër. Bëjmë pak tërheqjen. Sa i vogël duket. Po, shumë i vogël është, po kur vjen vati ma. Ky është brioshi. Pra nuk është se duhet diçka specifike për ta sjellë, mjafto kanë me dorë. Brioshi pështjallë do të me dorë.
Më duk shumë interesante kjo pjesja e mbështjelljes. Pjesa më interesante e gjithë përgatitjes briosheve, ndaj vendosa që të përfshije, vendosa dorezat, të e provoj për herë të parë. Do kemi edhe ndihmën tuaj, besoj. Të brioshin që më shtolla, që dhe ja vendosim emrin Ketlin, dhe ta ha vetë personalisht. Tash mbasi përfundum, i fusim në frigorifer për 1 orë 2 orë sa të marrin pak mbëllimje dhe pastaj i nxjerrim, i lejmë derisa ato të kenë ardhur. Kur të kenë ardhur, i fusim për pjekje. 15 minuta bën pjekja, po 5 minutë më përpara do në furra që duhet me kenë në gradacionin e duhur 180 gradë kur këta të hinë furrë. Masi ta kena përfunduar brioshin, e lajmë për të ardhur disa orë derisa brioshi të vi, masi të ketë ardhur. Edhe 6 orë dhe 7 orë mund të shkojnë ardhja. Masi të ketë ardhur, nejzim furrën për 20 minuta me 180 gradë. E lajmë 5 minuta që furra të shkojnë në gradacionin e duhur, 180 gradë, dhe i fusim pra pjekja vanon 15 minuta. 15 minuta. Ja vlen presim për 15 minuta diçka të shishme. Patjetër. Në këtë moment arriti në 180 gradë dhe po i fusim për pjekje. Brioshi hini në furrë për pjekje dhe për 16 minuta është i gatshëm për ta servis. Në këtë moment brioshi është i gatshëm. Sa po doli nga furra. Yummy! Pamja edhe aroma janë të shkëlqyeshme. Na metet vetëm t'i provoj. Patjetër, sa të ftofën. Për dhanë notën përfundimtare. Po marrim çokoladën, e fusim në qese dhe realizojmë mushjen e brioshit. Sot ne brioshet po i mbushim me çokoladë, po besoj se ka edhe versione tjera, po? Patjetër, brioshi mushet dhe me krem pastiqerie, mushet edhe me reçel kajsie. Mbaret se gjithkush ka guston e vet. Çështje preferencash. Mushim, do t'i pudrosim me sheqer pudër dhe janë të gatshme për servis. Nuk ka ndonjë masë caktuar për pjesën e pudrës. Ja. Vetëm ka rëndësi që me e pudros. Pak jo shumë. Kjo është dhe për pjesën dekorative, besoj. Patjetër, ma shumë për pjesën dekorative. Zonja Linda, ne të kërkojmë ndjes për romujën që krijuam kuzhinë. Unë ja kalova vërtet mirë dhe të falenderoj për kohën. Edhe unë kënaqa me ju. Kalova disa orë të mira. Ja kalova aq mirë sa mendoj që pas disa puntatash të rishihemi sërish bashku për një tjetër ëmbëlsirë. Patjetër. Oshin mund ta shoqërojmë me kafe, apo në këtë rast unë preferova cappuccinon, i cili vjen i serviruar edhe me zemër madje. Ja dhe arsyeja sepse unë nuk marr përsipër të gatuaj. Jo se s'di, po se pas gjithë atyre orëve përgatitje, për 5 minuta unë do e konsumoj.
e shkëlqyshme. Mezi pres takoj zonjën Linda për ta falenderuar për këtë briosh kaq shishëm, edhe për t'i dhënë edhe notën 10. Duke falenderuar Hotel Colosseum për shërbimin edhe ambientet e shkëlqyera, falenderojmë gjithashtu edhe stafin e parukjeri Arba që kujdesen për mua me aq shumë dashuri. E po me kaq dashuri edhe ëmbëlsi që morëm nga brioshi, unë ju them natën e mirë, shihemi javën tjetër.